Kryeministri britanik Keir Starmer ka premtuar masa të menjëhershme për mbrojtjen e komunitetit hebre në Mbretërinë e Bashkuar, pas një serie sulmesh antisemitike që kanë tronditur Londrën. Deklarata e tij vjen vetëm një ditë pasi dy burra hebrenj u plagosën me thikë në veri të kryeqytetit britanik në një incident që po hetohet si akt terrorist. Starmer pranoi publikisht se shumë hebrenj në Britani jetojnë me frikë, duke u ndjerë të pasigurt për të praktikuar fenë e tyre, për të ndjekur universitetin, apo edhe për të treguar identitetin e tyre në shoqëri. Në përgjigje, ai njoftoi një sër masash konkrete, përfshirë rritjen e pranisë policore në zonat me komunitet hebre, shtimin e investimeve për sigurinë dhe forcimin e ligjeve kundër ekstremizmit antisemitik. Qeveria britanike planifikon gjithashtu të ndërmarrë hapa për mbylljen e organizatave që promovojnë urrëtitjen dhe për të ndaluar hyrjen në vend të predikuesve të urrëtitjes, duke i përjashtuar ata nga universitetet dhe hapësirat publike. Deklaratat e Starmer vijnë mes kritikave nga disa anëtar të komunitetit hebre, të cilët kanë kërkuar më shumë veprime konkrete nga qeveria. Gjatë një vizite në zonën Golders Green, ku ndodhi sulmi, ai u përball edhe me protesta nga një grup i vogël qytetarësh. Ndërkohë, autoritetet kanë bërë të ditur se i dyshuari për sulmin ka një histori të mëparshme dhune dhe probleme të shëndetit mendor. Hetimet po vijojnë për të përcaktuar motivet e plota dhe lidhjet e mundshme me grupe ekstremiste.